një pacient I cili ka diagnostikuar dhe është dashur të nështrohet një intervenimi kirurgjik, s'ka rëndësi cilit lloj, ne do të mundohemi të ndalemi tek gjithë kapak, po a ndryshon jeta e një personit, a ndryshon edhe profesioni në shumicën e rasteve pas intervenimeve, pas operacioneve në zemër? Realisht, pyetje, po them edhe tema përgjithsisht shumë e rëndë, sepse është një pyetje që vazhdimisht e bëjnë pacientët. Jo domosdoshmërisht, mirë po në shumicën e rasteve fatkeqësisht po. Pse? Do thot një person që smundjet e zemrës pra shpeshherë nuk japin ndonjë paralajmërim më herët se janë persona komplet të shëndosh. Dhe në momentin kur e pson një intervenim, qoftë një infarkt akut miokardit të cilën e ka kalu në mënyrën më të mirë të mundshme me intervenim adekuat, ose një operacion zemër të hapun siç është bypassi, jeta e tij pas kësajne mundet me ndryshu. Se ai ka qenë një person I shëndosh dhe nuk ka pas dilema për shëndetin e tij dhe jetën që ka bërë. Në momentin kur ai ka psu një sulm, nuk e konsideron veten më të shëndosh. Dhe kjo jo domosdoshmërisht është I smuar, po jo domosdoshmërisht të gjithë kalojnë pa asnjë problem. Për këtë arsye është forma që ndodh trajtimi. Trajtimi I mirë I një pacienti qoftë edhe me infarkt akut, kur ka mbyllje komplet tenëve të zemrës, jo veç ata me ngushtita të cilat shumicën e herë kalojnë pa asnjë problem. Edhe këta mundën nëse është koha e shkurtë e intervenimit, pra për këtë arsye pikërisht koha është muskull, dhe nëse intervenohet shumë shpejt, mundet me qenë plotësisht I shëndosh vetëm me barna. Çka do të thonë plotësisht I shëndosh? Nuk ndron as profesion, as formën e jetës që ka jetu, sa I përket profesionit të tij ose jetën që ka bërë. Mirë po, duhet me ndru stilin e jetës nëse ai stili I jetës nuk ka përku me problemet që mund me sjell. Ta zojmë për shembull nëse një person ka qenë duhanxhi, duhet patjetër me ndërprej duhanin sepse ka probleme tani të njohura me zemrën. Vetë duhani është një shkaktar I cili në këtë rast është konkretizuar me problemin e caktuar që është sulmi në zemër. Nëse ka pas një jetë të keqe sedentare, domethënë ka jetu keq duke pas për arsysh pa aktivitetin fizik, ose ushqimin e keq, ose nuk e ka trajtuar mirë smundjet që I ka pas deri atëherë siç është hipertensioni, diabeti, dislipidemit, atëherë normalisht këto duhet të kujdesen shumë sepse ato vetëm e kanë pru problemin, të cilën e ka kalu fatmirësisht me sukses të madh. Te ne, them drejtën, nuk ekzistojnë qendra saktuar në rehabilitimit, sepse për ndryshe në shumicën e vendeve europiane, një person që pson një infarkt, një sulm zemër dhe trajtohet dhe kalon mas mirë të mundshme, ai sidoqoftë ka kaluar një traumë. Dhe shpesh jo rrallë janë ato që thirren streset post-traumatike, të cilat e pengojnë shumë në jetën psiqike të pacientit, dhe për këtë arsye shumica nga këta pacientë shkojnë në qendrat e rehabilitimit. Pra është obligative që një pacient I cili ka psu një traumë në këtë rast shëndetësore dhe ka kalu mas mirëti, me kalu në qendrat rehabilitimit që të kujdeset për stilin e ri të jetës, si do të kujdeset ai për shëndetin, si do të kujdeset për ushqimin, për aktivitetin fizik, për gjumin, për të gjitha këto. Dhe janë qendrat e veçanta dhe ai aktiviteti fizik shpeshherë thojnë pacientët se kur mund me fillu punë, kur mund me fillu. Pikërisht që qendra e rehabilitimit është ajo që ja mundson çdo ditë të rrit aktivitetin, të pa pacientin se sa është ai aftë për me ju kthy jetës komplet normale. Po,